Kjo nuk na I lehtëson neve jetën, as qytetarëve, mirë po ju krijon mundësi biznesore që aty në ndërtuesve aty për rreth. Jo, ato kthehen dhe I kalojnë në pronësi komunës. Ke qatë investim që këta po mendojnë që e kanë marrë fal, e paguajnë vlerës të banesave. Nëse flasim për planet rregulluese, duhet me ndërtu mekanizma që është dalin për kësaj situate. I ki dy situata, situatën ku s'ka ndërtim, çka dush me bëna atë pjesë, situatën kur ndërtimi edhe ka ngulfat hapësirën publike, dhe situatën e rigjenerimit të lagjeve të vjetra. Tri situata që është dashur me ndërhyrë në jetën tonë dhe nuk kem asnjë plan. Faleminderit. Replikë Sokol. Jeta, kjo është pikërisht njëra ndër elementet kryesore të planit zhvillimor të kryeqytetit për të adresuar njërin nga çështjet e ngritura prej kolegut, se një hapësirë në çdo ndërtim që shkon si përqindje I takon komunitetit dhe I takon sektorit publik në fakt në këtë rast dhe komuniteti vendos se për çka do të përdoret. Pra, nëse po supozojmë e kemi një ndërtim me 5.000-10.000 metra katror të realizum brenda në një lagje, atëherë metra katror të caktuara mbesin për shfrytëzim publik. Drilon? E kom pa që dikon rreth 3.5% e keni futur në rastin e dhe 5% mirë, pritet të jetë në kuadër të çka prodhon kjo situatë është ato hapësira janë private, shërbimet esenciale që I përmenim, qerdhet, shkollat, shërbime tjera publike do të privatizohen. Rrjedhimisht kjo nuk na I lehtëson neve jetën, as qytetarëve, mirë po ju krijon mundësi biznesore që aty në ndërtuesve aty për rreth. Jo, ato kthehen dhe I kalojnë në pronësi komunës dhe bëhen prona publike. Në kuadër të një zhvillimi privat, bëhet edhe një pjesë pronë publike dhe shfrytëzohet për nevojat të komunitetit. Mund të jetë qerdhe, mund të jetë në 10 shërbime tjera që ka nevojë qyteti dhe të cilat I përcakton së bashku komuna me komunitetin e lagjës. Kush e pagun atë investim? E paguajnë vlerës të banesave. Domethënë, ke qatë investim që këta po mendojnë që e kanë marrë fal, e paguajnë vlerës të banesave. Praktikisht kjo na qet në situatë ku do të rritet çmimi hala më shumë për metër katror. Domethënë, kjo nuk është zgjidhje, rrjedhimisht nuk pash plane cilat I trajtojnë këto probleme, qoftë hapësirave, qoftë të zgjerimit të parqeve edhe Jetoni ka fjalën? Ndërsa sa I përket komentit të Drilonit lidhur me shtrejtimin eventual të çmimeve, unë po e adresoj çështjen në aspektin që në lagje ku nuk ka pronë publike, ka vetëm prona private dhe ka zhvillime, duhet të krijohen gjithë këto mekanizma publik dhe këto prona publike, të krijohen këto prona publike të cilat kalojnë në pronësi të komunës.